nuk e shpjegove arsyen e urgjencës sot, po të kërkohen 3 ditë për me analizu ligjin e buxhetit deputetët, ligjin i cili është ligji më i rëndësishëm brenda një vitit kalendarik. 3 ditë po kërkojmë kohë. E vetmja arsye për cilën neve na shkon mendja është që ju po kërkoni që t'i shmangeni debatit në seancë. Përndryshe sa i përket diskutimit në komisione, sa i përket paraqitjes së amendamenteve, ne e dim shumë mirë. Ju jeni ministri i financave prej vitit 2021. As një amendament i deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk ka kalu. Ka kalu një amendament i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili asnjëherë nuk është zbatu. Kjo është historia sa i përket komisioneve dhe amendamenteve. Në anën tjetër thatë që nuk keni mundur t'i reflektoni ministrit, sepse ditën kur është paraqit kabineti është përcjell. Me 28 dhjetore keni ditë që i keni fitu zgjedhjet. Do më thonë, ju nuk e keni ditë për bamjen e kabinetit deri në ditën kur janë votu ministrat. Kjo me të vërtet tregon shumë për vizionin dhe planifikimin e juj dhe ato çka ju dëshironi me bë me taksat e qytetarëve të këtij vendi dhe me zhvillimin e këtij vendi. Do të thotë keni dikasterët të cilave sot nuk ja u deni buxhetin. Si ka mundësi që një ministër që është i ulën aty, që po e shoh zotin Jakxhiu, i di objektivat për ministrinë e tij, kur ai në fakt nuk e din sot sa ka buxhetin për mallra, sa ka buxhetin për investime, sa ka buxhetin për subvencione. Nuk e ka idenë. Në fakt ai nuk ka buxhetor, nuk ka kod buxhetor. Njëjtë është edhe me ministrin Basha dhe plot ministra të tjerë. Do të thonë, ju faktikisht nuk e keni idenë se çfarë do bëni, siç nuk e keni pasur që 5 vitet e kalume. Mos u mundoni ta keqpërdorni mirësinë tonë që votuan 5 marrëveshje ndërkombëtare sot. Ju i nderuar ministër e keni numrat me kalu ligjin e buxhetit, sepse ligji i buxhetit kalon me shumicën e thjeshtë. Ajo që ka po kërkoni sot, është që po kërkoni t'i shmangëni debatit. Edhe shmangja sot nga rregulloria kërkon 2/3 e deputetëve që janë prezent, që po shpresoj shumë që nuk i keni. Ne dëshirojmë që të kemi debat dhe t'ju tregojmë qytetarëve të Republikës së Kosovës se si qeveria juaj ka planifikuar që t'i shpenzoj taksat dhe shpenzimet e tyre. Ne dëshirojmë t'ju themi atyre që po ata kanë shtesa, po ata e kanë superpunën, por çka me deponit e mbeturinave? Çka me një deponit e mbeturinave në komunën e Pejës, e cila ka pasoja epidemike dhe ju nuk e ndani as një cent buxhet. Muni me ble vota, sa herë që ka zgjedhje, mirë po neve na duhet trajtim cilësor i ndarjes buxhetore dhe ne kërkojmë shpjegim për secilin zë buxhetore dhe për secilin pikë. Dhe atë ju nuk po kërkoni që ta keni sot, sepse po kërkoni që të trajtohet pa u lexuar prej deputetëve. A e dini që në Komisionin për Buxhet dhe Financa, deputet kanë shku, ka kalu ligji i buxhetit pa e pas materialin? Ku keni pa kështu? Cila është urgjenca? 3 ditë po ju kërkohen. I keni të votu me zgjatit buxhetore për muajin mars. Ju po thani që ka mbet me shpenzime rrjedhëse. Edhe nuk ka mundësi kjo. A e dini ministër që komunën e Prishtinës e keni lanë që një vit e 2 muaj pikërisht kështu, me një të 12-ën dhe krenoheni për këtë. Derisa ata e kanë ratifiku buxhetin në vitin 2024, mirë po ju si Ministri e Financave nuk e keni marrë mundin. I keni lanë komunën më të madhe në Prishtinë, ku bën pjesë, do të thonë gjysma e popullsisë së Kosovës graviton këtu, ju i keni lanë vetëm me një të 12-ën. Dhe tash nuk dëshironi që më na dhona fat 48 orë ose 3 ditë për ta shqyrtuar dhe për debatuar këtu. Dëshirojmë që debatojmë, dëshirojmë që kryeministri Kurti të jetë këtu.